Jo, asnjëherë, do të thonë, po, unë jam rrugovist, në shpirt, kam qenë gjithmonë, po me parti politike nuk kam flirtu. E zëdhën se i kekut ka, ti bursi dhe gashimi ka, jo ma... Zëdhën se i kekut, unë aty kam shku me konkurs i cili ka qenë atë kohë... Pa konkurua? I asistum, jo kam konkuru, ka qenë konkurs i asistum nga Amerikanë, do të thonë nga këshilltarët e USAID-it në atë kohë, dhe qysh në takimin e 2-3 dikun me kryetarët bordit në atë kohë, ka qenë një gazetar, do të thonë një themelues media në atë kohë, kryetari i bordit ka qenë Skender Krasniqi, që është shef pronari i Kosova Presit, edhe unë ja bëjt të qartë që vjen keq, po unë nuk i ndjeki politikat e partive politike, e as të qeverisë madje, unë jam zëdhënës i kekut dhe i ndjeki vetëm politikat e kekut. Madje në atë takim, tash nuk e di rastësisht, aksidentalisht nuk di, ka ardhë tek tavolina jonë edhe Hashim Thaçi, kryeministër i aso kohë, dhe unë jo kam bot qartë. Dhe më thonë, unë jam zëdhënës profesional, unë i shërbej menaxhmentit. Atë kam po presion drejt kalza? Atë kam thonë dush më bo me neve që shkam poshtë? Ka pas presionin atë kohë. Mirë po një abona qartë. Prej kujt ka pas presionin? Ka pas presionin, dhe më thonë, prej elementeve të PDK-s, normal. Po unë abona qartë, dhe dhe më thonë, ajo ishte marrëdhënie që u prish ende panis. Po ju ka orë që ditë që shvi bëgjalve, më s'po konë me ta? U prish ende panis, do më thonë edhe thike pike kam pas me ta, tybe edhe atëherë, po kam edhe deklarime publike, për njerëzit tash nuk lëshohen, edhe qysh në atë kohë, do më thonë qysh kur kam qenë zëdhënës. E qka o të po një me që se Sovjet, a o morë mësë me posë rrim në halo? Pa e tash... A kanë mujt me ti ke qenë aty zëdhënës? A kanë mujt me po diçka, Viktor, që na mos me të parrim o burë tash e nështë të përgjë? Unë duhet ta shqyrtoj, ta spjegoj rolin e zëdhënësit jo për ty, se ti e di që e din, po për populatën. Zëdhënësi është ai njeri që flet. Po dhe që jep zë. Që jep zë, zëdhën. I jep zë, dhe që aty fillon dhe përfundon kompetenca një zëdhënësi. Do në thonë, zëdhënësi nuk është ai që vendosa më të nëshu rrymen, a më të nërë rrymen, po ishtu në për tavolina, për kove ti i keni biseda. A mi zhvillu këtë gjoni kam një edhe fatkesisht më janë vesh përgjithësi cilat nuk më kanë taku asë atëherë, le montash, thonë që 4 vjetë mas nuk jam as zëdhënës. Do më thonë, nuk më kanë taku asë atëherë, asë sot. Jo, më për të ka dzej që ti personalisht e di që s'ke vje, se unë ta poshtë edhe kjerën borë. As nuk i ki 1 miliarderën. Jo, nuk i kam. As ki objekt tonin, po do me thonë, pse, qëllim shumë nuk o regullu diçka në kek? Qëllim shumë nuk o regullu të njërë që me thonë, hajnija sa ma e leta, për shka o burë? 25 vjetë, dyqish është që divre? Shiko, kjo qeshtje ka njësë, dhe më thonë, keq prej 99. Realisht ka pas shkatërim të madhë të termocentraleve gjatë vite 90. Pastaj nga 99 nuk është menaxhu mirë. Nuk është menaxhu mirë. Filloi pas pavarësisë në 2008 ne kur futëm një menaxhment i ri, e morëm kompaninë korporate në atë kohë me 90 milion euro të hyra komplet. Pastaj ato për 4 vjet i çum 220, po nuk vendosim ku mi çu në atë parë. Vendoske politika edhe në atë moment ka shku paralelisht ndërtimi i Kosovës C në atë kohë, erdhën kompanitë më të mëdha edhe këta të PDK-s vendosën mi përzonë. Asë kompani, nuk di, du të mi pyta. Kush konkretisht, se përthojmë po edhin akuzën e mi qenë? Qeveria, direkt. Do me thonë, qeveria, në momentin që ka ardhë, e ka pos pak pa në nshkru termocentralin, kontratën për 2000 megawatt. E pse termocentral, bre Viktor? E kish zidh, përse na ka folë zotit Qëmër, s'na ka folë zotit fort. Qëmër pa, mujna me i bëj me termocentrale? Mujna më hi, atër kishim mujt edhe shumë se ndëgjo. E tash? Edhe tash. Do me thonë, Gjermania i djeg brenda vitit 180 milion tënë Qëmër. Linjit, po flasë. Pa po devesh nuk dhe që shto më t'i bërë të isha të barë? Dërsa ne i djegim dikun 10 milion. Pa po devesh të isha t'i bërë barë të shpesos dhja, e kona erë me që t'i isha të vetë? Gjermania që logaritë ndër shtetet më të pastra në botë, 18 herë ma shumë si na djegë Qëmër. Po djega, më qështu se, do me thonë e kona e farë filtra në esan, filtrat i kemi edhe natë të Kosovës sa i kena të nivellit bashkimit Europian. Realisht, aty ndikim shumë të madhë për vendosin aty në filtra kam edhe vetë, jalo me itat të vetit se e morë shumë. Filterat dhe bëjlirat? Jo, me filtera janë morë, me bëjlera janë morë punëtor tjerë. Jo, janë punëtor tjerë. Pëse i ka përmen këvend nga nërë, filterat dhe bëjlirat? Pa e tash është taja rima, e famshme. A i keni që të ka uza alo ajo? Cilat? Po për shumë 4 vjetë ose 5 ose 6, jem bon për shtetë edhe vrasën e Astrid Daurit burë se përmeni mu.
Po tash çështja e Astrid Deharit Albulina Gjiu ka qenë ministre, janë gjithë djeg bursa. Çështje e ndihshme, ajo është në sistemin e drejtësisë, sistemi i drejtësisë dihet që është i pavarur. Do thonë nëse përzihet dikush në sistem drejtësisë, menjëherë shkon fjala deri në Bruksel. Veç ministra ka drejt me kërku llogari. Ashtu me radhë pa diskutim se ajo ka dhe kërkon llogari, mirë po çështja është te sistemi i drejtësisë, i cili dihet që nuk është funksional. Po thotë që është i kopër hala? Në kuptimin e plot fjalës po.